Sa po përfundova intervistën ke News 24, po Tirana t'jep mundësinë që të rish me orë në trafik, edhe duke qenë se jam duke pritur në trafik, dua të bëj dy komente për këtë amnistim fiskale që prezantoi qeveria, që në fakt e quhen paqe fiskale, pa ajo është amnisti fiskale. Disa elementë që ka nevojë që të theksohen. Së pari, qeveria pranon që sistemi i taksave progresiv me 6 nivele ka dështuar, që do të thotë që është akumuluar në 12 vite një borxh prej pothuajse 1.7 miliard euro me 200.000 borxhlin tatim pagues biznese ndaj drejtorisë të tatimeve. 60% e këtyre bizneseve janë biznese të cilat kanë dalë nga tregu dhe e kanë mbyllur aktivitetin e tyre. Po disa pyetje dhe disa konsiderata ka nevojë që të merren parasysh. E para, barazia para ligjit. Po ato tatim pagues që kanë paguar taksat nuk diskriminohen në këtë rast? Çfarë do të ndodh në të ardhmen? A do të kurajojë kjo paqe fiskale pagesën e taksave në të ardhmen? Cilët janë përfituesit më të mëdhenj? A ka një listë qeveria të bizneseve që përfitojnë më shumë, që përfitojnë më pak nga kjo amnisti fiskale? Dhe së treti, duke marrë parasysh njëkohësisht edhe faktin që borxhi akumuluar në vite, jo vetëm 5, 10, po edhe më shumë, është i shtrirë në kohë, a mban përgjegjësi dikush për mos mbledhjen e këtij borxhi? A mban përgjegjësi dikush nëse ka biznese të cilët kanë pasur borxhe dhe kanë vazhduar, kanë operuar? Ka nevojë për transparencë, ka nevojë për debat publik, ka nevojë për informacion. Duhet patjetër që kjo të ndodh jo vetëm si një propozim që vjen në parlament, po si një debat i hapur për të gjithë.